Xhamin e madhe jam imam prej 2016-ës, dhe me thonë si vjet I kom bo 10 vjet. Në fakt xhamia e madhe ka pas 2 imama prej që mahet mend, dhe me thonë, jemi 2 imama, është Hoxha Bahri Sejdiu dhe unë. Kemi vaktet e ndame, dhe me thonë, ai fal drekën e kindin, unë I fali vaktet që janë me zë, dhe me thonë, akshamin, jatsin dhe sabahun, ai fal xhumon e parë, edhe unë fali xhumon e dytë. Që do të thotë xhumaja e parë dhe xhumaja e dytë, I bjen që xhumaja e parë falet për shembull në orën 12, e dyta falet një orë ma vonë ose një orë pak ma vonë, 1:25 minuta, edhe falet për një kategori tjetër të njerëzve, të cilët nuk kanë mundësi me prezantun të parën për shkak të angazhimeve të shkollës, për shkak të angazhimeve të punës e kështu me radhë. Ramazani është muaji I bereqetshëm, dhe me thonë shtohet edhe numri I besimtarëve normal, edhe po edhe angazhimet e tona janë më të mëdha sigurisht, me leximin e Kuranit, mukabele që bëhet në xhami çdo ditë, si dhe namazin e taravive që është shtesë në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, e të cilën gjithashtu e ndajmë bashkë me Hoxhën Bahri, dhe me thonë një farë mënyrë gjysën I fali jonë, gjysën I fali ai. Si çdo xhami tjetër, edhe xhamia jonë ka dhe me thonë besim, vinë dhe thotë nxënësat me mësu leximin e Kuranit, përmirësimin e Kuranit. Po sigurisht. Zakonisht bjerë me studenta dhe njerëz që janë pak më të rritur në moshë, jo me fëmijë. Është më lehtë normal me punu me ta, se janë më të pjekur normal, e interesim ka deri dikon. Zakonisht në Ramazan rritet pak edhe interesimi më shumë. Kurse me fëmijë mirën tjerët në këshill, Bashkia Islame të Prishtinës. Normal që është privilegj dhe është përgjegjësi, në fakt kom prit një 8 vjet derisa më ka ardhur rani me hi, po kur më ka ardhur rani kom hi në vend të mirë, elhamdulillah. Në fakt 2008 jam kthy prej Sirisë, prej Damaskut, prej studimeve. Tek 2016 ka dalë Hoxha Musa Avdiu, që e përshëndes, që është veteran I hoxhallarëve, ka dalë në penzion edhe pastaj kam konkurru dhe jam fut në vendin e tina. Po është gëzu ma shumë që imam, nona, gruaja apo ti? Menoj që mas shumë të është gëzu nona, Allah e rujtë. Xhamia e madhe është prej vendeve që vizitohet mas shumë të në Prishtinë, se është prej xhamive kryesorë dhe xhamia e madhe. Ka dhe më thonë shumë vizitorë që vinë prej krejt vendeve të botës, po gjithashtu edhe prej vendalive dhe më thonë që punojnë në për institucione e kështu me radhë, vinë e falin xhumon e dytë zakonisht prej parlamentit e të poshtë. Do në herë me harru në arën dhe falë namazin që ki pas për detyrë ose obligim, me të përzime Hoxhën para prak? Jo, ndodhë që me ardhë dytë për një herë, sigur për shembull sot që ndodhi, edhe zakonisht del maj vjetri Hoxha Bahri, për ndryshe jo. Nuk ndodhë. Do të thotë bora shiu këto normal që nuk në ndalin. Do të me qenë prezent për shkak se xhamati me prat Hoxhën. A është e lehtë me konë Hoxhë sot? Pyetje sigurisht e ranë, edhe përgjigje e ranë, nuk është e lehtë, është e ranë sigurisht. Përgjithësi, xhamati ka avancu, do të thotë edhe ka ecë përpara si me dije, si me kulturë, si me lexim, si me të gjitha dhe me thonë, edhe për me qenë në hap me ta do të bagi shumë më pregadit ose me kanë. Po saqërisht që xhamati I xhumos të dytë tash të cekëm, që I kem shkollat që janë afër, janë krejt domon djemë të ri, djemë të shkollave, studentat të fakulteteve që vinë, e gjithashtu edhe punëtorë që I përmena prej parlamentit e poshtë, domon është pak përgjithësi pak më e madhe.